jeta vazhdon, mos u tërhiq, je djalë i mirë, je shoku mirë, dhe mua më kënë krahë. Unë e kam filluar luftën, në jetë reale edhe qysh ta duan. Të vi do të takoj vetë personalisht. Edhe do vazhdojnë punimet. Të këta kam menduar se njerëzit janë dele, nuk janë dele njerëzit, jo. Kur mendojnë se do në talë me njerëzit, normal që i godasin atje ku duhet. Po të dini i gjeshe. Edhe ato veti treti bre Diamant. Nuk që burë. Në motër kam bërë gabimin më të madh tjetës. Nuk që burë, o Diamant, ata janë gro. Po, qërë të tuk shalu të shumë. Hajde, tek pull, 20 minuta larm ka. Hajde. My life in hapër, hajde si burrat. Tek pull, hajde. Aje gamo. Aje kidhe. Ke bë burë. Ke gjujt. Po gjujt, po gjujt. Kur i gjujt tjetë para. Diamant, ajo është Diamant, se kam i ndjem pa. Diamant, ajo është fishni Tinzak, rrugë jese Tinzak, ajo është Tinza me më. Nuk banë ato se. Nuk ka bëtë më orë. Ato harro. Janë gabimet që si takonin, as ati dhe as njeri nuk i takon që të godasin një njeri a shumë, në atë loj mënyre. Po me gjitha the, falje nuk ka as nga Zoti, as nga shteti, as nga ty. Me sa mendoj unë, me logjik. Diamant ty trujt Zoti, bësë me me ta laperat rrugës, këshërë jetën tonë. Jo, në motër, unë e kam seriozisht, rëpë të shpis, kush doj, si doj, tani jam të i kërku unë. Ti vetë shumë shpet keme marrëvesh. Unë jam nga ta që ate që flasë në rrjete sociale e bëjnë një reale. Fakte do flasin, provat do flasin. Atere kura i se pret, unë atere do shfaqen. Nuk e jam i pa besë, po e them. Shumë shpet. Ja ky që eshtu për balë me, ky do marrë jakë. Ky shohë im këtu. Se s'mund të nëzirë, se s'jam ta marrë i vesh aji e gjithë bota. Që Diamanti Blu, edhe rasimi nuk është njëri pa njëri edhe të bëj presione dhe godasin këta. Ta flasin, duan fame dhe bëjnë fortin. Unë bëjnë fortin, po. Diamant të të kshalu të pesh një okëm. Jo, unë i them, këtë fara nga Zoti, shumë shpet, ke për ta parë fytyrën time. Kjo fytyrë. Unë për të futbol për shkak se nuk ka t'i vlep të që pesh, vetë pesh për i lapet. Ata që i nguci shqiptarët, ata nuk janë burra. Të rriqë për i tina, heqë tina. Në falë që për tonë, se s'po du me të thonë se... A i mbari mu të gjomo, unë ishe i pirë. I pirë, po i pirë keq. E fillojmë, thamë, jo Kosovarta janë njësha, jo dysha, ka stile me më provokume, më mbamuan, se unë isha zë me dhe lullin, me dhe budallin, ti e di. Unë bësha kam dhe o mori tim. Unë me këte pata shkur. E pata urur për fëmijën kur lindi e flisja, baja. Tu më provoku tu mba mua si, ke parasysh si, me demek sigur ky i do Kosovartë edhe unë si do. Që unë, normal që do t'i du, se jam rrit me ta, kam dhe në modën të Kosovartë, shu që është logike që do t'i du dhe s'kam pas kur në i qëllim të shaj Kosovartë. A i del edhe thot Diamanti Blu ka shaj Kosovartë. Nuk e di ka da një motër shirë dje, që dhja shia da motër, unë po drejt për dje, nuk e njoftë kush është. Edhe i ka thënë Aronit, që me demek, shajti mu kështu, që këtu dhja motër qirë, nuk e di kush e, më ta qi familjen pjedh një të reale të shkardhej fisin, ta ajet njerë familjen, fisin e qatë kesh. Unë jam nga ta që t'i vetë dy kalashe të vime, dhe të më pjedh, vesh për sedër.
Kështu që me përmendje me tim ta shihet motra mjedrale, të shkërdhet familja e fizi. Ti nga ta motër qira që do të marrësh famë, e përmendje me tim për keq. Kurse ty aron, që mua. Me që ti provokove dhe kërkon masë shpulsin, me ropë shpje, sa të kesh jetën s'ta falë. Ne në modër, pil më pil, jo një Itali t'jesh, po në fund botës, ka me të gjithë. Ka me të gjithë. Ropë shpje, shumë shpejt, kur të shikosh fytyrën time, atëherë do ta kuptosh se ke bërë gabimi më të madh të jetës. Ndaç me këtë burr këtu, ndaç me ata të tjerët, se veti ke provoku, veti je ironik, veti je pordac, veti je shkardhat djalë, që bën si tip, edhe pastaj thotë më kisha familje, më kisha këtë, më kisha atë. Njeri ma i dëgjirum rjetës sola, njeri me një Por ti bish, në tash me njëri familje aty se s'ka punë me familje tënde. Por ti je djalë kurve dhe provokon dhe bën ironikun edhe do me i tallë njerëzit. Por nuk mund i tallësh dot njerëzit ti se ti je varikart vet. S'ka budallën sot o bish. Kështu që, shikoj këtë, jam 95 kg me ropë shpije më e më. Në motor, dhe dy, shumë shpejt do takojmë. Dhe të premtoj që ti me mua e ketë hapur edhe nuk ka zot që ta mbylli këtë muhabet. Unë, kur të shoh, kam arru muhabeti. Ta dish, e kam marrë seriozisht se më ke hyrë në hak, ke bërë si gango kot, ke thënë që i ka ardhur 6 ditë të shtëpia ime. S'ka pjetë motre. Pjetë modre. Shokët e mi, njerëzit e mi, nga marrë nga gjithë Shqiptaria, nga gjithë Evropa, nga gjithë bota. Veç për këtë muhabet. Ti me thënë që ke qenë ti të shtëpia ime 6 ditë, ma ke rujt mu. Ti je varikart, ti je lepër, se unë më morën telefon, kam thënë hajde. Se serne. Po diamant ta janë, vish ti. Bash hajt për mjerë, bash hajt për Syja nuk vjen kur diamant. Buri, kam thënë si burra. Kur, Pasha, ishë në shënajte, pasha Allahun, që është lartë, Zotin që është si për muslimantë, si për katolikt, si për ortodoksit dhe për gjithë botën. Një Zot ka. I kam thënë si burrat hajt. Ndash për mirë, ndash për mirë. Pa i zvjen, zgudzon orda, dhe shpoj. Vish tinca bujt në botë shka, mo tinca kosh. Rujë se tinca ma njëri pa bestu. Po me ropë shpje, më vdek të e djale e goc, a i e shihumur në qita andë, se unë nuk ka njëri që ta mbylli këtë muhabet. Letë vi, të thot që t'ja marë, mbylle, nuk e le unë nuk e le. Jo për famë, se s'ma hakari për famë. Unë e më ata që dhe këte, edhe ta shi modëm, ta marrë lekë, unë e qatë kesh. Bravo, diamant! Jam rritë që 13 vjeç gangster, rrugëve të Evropës kam 28 vjetë, ja kam shi modën, i kam dhe njerëzit si partizan. Del një. Se ande nga zonë ati të janë burra zamani vërtet. Para i flet në emër të atyre, që ata nuk e duhen vërtet atë, se e din shumë mirë se qa mund t'jesh, se qa mos t'jesh. Flet në emër, shko të rame, nuk ka qizve, ben siguresh njëri që është me, që qëhet me tradita, me kanune, me kështu, që me ropë shpije, ti e fytyre shpivër, ropë të shpis, fjale pleqve të parë, është e madhe. Unë leshin një dhe ke këtu, edhe shumë shpet kam për ta marrë hakën. E këti vajtime të gjithë shqiptarëve që i ke talë, edhe të gjithë intrigave që po banë në rrjete sociale, edhe njetrale, që s'ma hakë kari se kushje. Unë jam ata burra, që shumë shpet kam për të shfaqë. Ty, për balë. More vesh, jo di kësho, i pa bes, si që vajtë ti, si kurv, me video, foto, si ata plerat. Thënë,
O diamant, të bënu me poemën, jenë bënu me poemën me mu. Edhe se ko emnin mu aron, ja kom gjitë emnin Teta Gjyli. Teta Gjyli ko emnin. Ola, janë intriga të serve, të grekve, të njerëzit që kanë dashur historikisht brez pas brezit të shtypin shqiptarët. Bravo. Në të dojë mënyre. Dhe nuk mund të dalje e i mirë para teje edhe para shqiptarëve të thotë që unë shah familje më. Me rej shqiptarët, jo e... Se s'ma shanë mo si familje, se s'ja shanë dikuj tjetër. Bravo, diamant, go për familjen, go. 30 jore me kam qitë rrasht. Jo e shumë e thjesht. Më kam qitë gjopë, më kam qitë gjopë. 30.000. Më falë, një njëri i zgjuar, një njëri inteligent, i kupton shumë mirë dhe e di shumë mirë se qa fytyre ka e. Bravo. Mërë zëtëri, unë jam nga të parë të në rrjetet sociale, s'ma ka shanë një familje këtë djallë. As kam bërë e qakat vogël, kur s'ma ka këthy ata se e din shumë mirë që diamanti më shamu e këthen ata. Kur njët pasha zotin, kur njët. Edhe është brenda rregullave. Pse ta shatë të familje kjo? Pse? Po se e ke talti, e ke provoku, e ke që dhe në atë pikë që ky ta carohet, dali nga vetja, si që provokove mu. Bravo, bravo, bravo. Vje nga ta skutat, që të duket vetja të vret natën e qatë ditë, po ti dhe natës të vret se ti ta karin. Dhe po ta them i disë lajfit, edhe një të reale i ke probleme të hapra me muat. Ti se ke ide, ndoshta e ke marrë këtu në rrjetet sociale, e ke marrë për shu diamantin. Por ti, më vdek të anon, në sa ti më gjallë ty s'ta falë. Se po bërë shumë por dhe shumë intriga. Nëse ti do dalësh me lajf hapur, të kërkosh falje të gjithë njerëzve që jetau, dhe të kërkosh ndjes dhe të vazhdosh jetën tënde normale, atëherë mund ta falë, si burrat. Në motër, mund ta di sigur 1 milion vjetë më japin ore me varje. Unë nuk të falë. Pil më pil do të ndjek, vampir do bem edhe ty s'të falë. Ti nuk e kesh kallësin time, zgjuarsin time. Unë i kam 200 gangsterat e Shqipërisë me vete, edhe miliarda hidhen për mua, për kokën time. Ti se ke ide se kush jam. Ti ma ke marrë për dopsi, orë fytyr shtënë. Prandaj, o je burr, kërkoj falje të gjithë këtyre që i kene më qafë dhe po ben si gangster në rrjetet sociale, ose për ndryshe ti në zjarë e vendi, se të zoti s'ke vendi. Nuk e vendi shqet, por dhe ben si inteligent në rrjetet sociale. E mua, deri këtu ishë. 2 gjëra ke, o dil me lajf hapur dhe kërkojnë ndjes të gjithë intrigat që ke bërë dhe po bërë, se je fake, nuk je realisti, se unë e di shumë mirë, ta jap me jetën time, që je fake, ben kode, ben për famë. Do në 100, në 200. E qonë lajfin 2000, pas e thënë, gjuni, si kur. Teta Gjyli, respekt për ty, Teta Gjyli. Shqiptarve që gjuni. Teta Gjyli ishte, Teta Gjyli. Bera Alex Vishën, Bera Kleveni, Bera të gjithë me famë. Edhe fusë të gjithë shqiptarë të Kosovës, Shqipërisi, fusë i respektoj. Ku i respektoni ju e? Bytëqira. Ku i respektoni? Ju doni dhjeqet dhe njëshet, lullet e këtyre, trenat e, luanat e. Ku keni karakter? Ju keni shqit familje dhe keni shqit veten tuaj, i keni degeneruar veten tuaj. Bravo. Nga është e vërteta. Po qa kujton ti se... S'ka shok, s'ka familje, s'ka kërkonin heq. Po vdek ka në luci shqiptarët dhe rej shqiptarët. Po në shpirt e në realitet, por nuk ka burr nëne, jo Alex Visha, jo Klevi Sebiano, qa janë këta, aji që ma vjetën për lekisti më i math në histori, aji Mustaqe Piri, aji 70 vjeqë që kërkon femrat njoma. Valla, nuk duhet të ekzistojnë pjesa, që shqiten, ajo shumë i poshtë, ajo shumë i papesë. Edhe ben port... Ai ke të rostu sani ka bërë. Kujtojnë se vetëm... Edhe ai du me kohë luftë me shqiptarë, ku me roshë ai njërë ku me kohë luftë me shqiptarë. Shqiptari nuk e ka tradit. Ta hajnë bes shqiptarin. Shqiptari e ka tradit, ta mbajnë zemër shqiptarin, ta dojë, ta respektojë.
si femër dhe mashti. Prandaj rrini miro njerëz, shifni punët e juaja, shifni familjet e juaja, respektoni nënën, baban, motër, vlla, shoqni mirë. Nuk ka intriga i bëjnë 5 veta. 5 veta që kanë futur disa kurva që punojnë në rrjete sociale, disa budallë, disa rob shirat si Zofrina Qamet mendore, dhe ne dim shumë mirë se kush është i mirë e kush është i keq. Prandaj mos u shisni e mos u blini. Mos dëgjoni fjalë që flasin me potenca të mëdha, edhe janë të vërteta, nuk janë të vërteta. Nene motër, jo. Allahu i dënoft ata që kanë bërë intriga në rrjete sociale edhe neutrale. Kështu që e vërteta është e vërtetë. Kështu që nuk shan racimi kot, nuk shan diamanti kot. Po si preket kufiri. Para keni pru ditën me shkë. Kjo është e vërtetë. Vëzë e mota shqiptarë, gjutë Kosovës që ka thënë ai. Nene motër, unë nuk kam gjithë këtu në zemër. Kur s'kam sharë vëllezërit e mi të Kosovës, kur pasha Allahu në marrë tjeta. Ta tipa më kanë provoku, më kanë bë shumë gjëra që unë të bëhesh ai keq. Normal se ri robi fryet. Edhe pastaj do të thotë, i kam shi motën, dali kush dali erdi. Këta tipa janë aq skuta, aq të keq me shejtanin. Shejtani vetë, i këta janë. Se këta e bëjnë të bardhën e bëjnë të zesë, me zarë. Për së është shtuar bisha. Njerëzit e zgjurë dhe njerëzit e qetë, dhe familjare, dhe njerëz që din t'i logjikojnë gjëra, thotë vjore, e vërtet është e vërtet. E bardhë është e bardhë. Rami zjesh punë vetë në Gjermani. Ka hallit e veta, ka familje e vetë, ka gjerët e veta, diamanti punë vetë, Aroni punë vetë, tjetëri punë vetë. Por këta i qupisin njerëzit. Këta kërkojnë të fitojnë famë e respekt dhe dashuri me intriga. O jo rëndë kanë celi mund bëtër, o lej kena burra. O burra lej kena që shistin fytyrën e familjen tuaj për gifte. O njerës që tërgojnë të pa drejt edhe të pa moral që para gjithë shqiptarisë. O njerës që kërkoni të ripni shqiptarët e ndershëm me këto intriga që po bëni. Ju keni futur një 300-400 kurva këtu në rrjete sociale që po punojnë. Në gjoni këtu një më kurva. Zoti nuk u ka dashur dhe s'ka për të dashur sa të këtë jetën. Ju po vazhdoni intrigat me lajfet e juja dhe po fitoni Luana ose zemra apo trena apo pidhin e robëve tuaj. Po ju do ikin pa në vopër në këtë jetë. E di ku keni vendin atje. Në zjarë do digjeni me piskën tuaj ju ropë shire femra që shideni, kush u jep kifte. Edhe i thot hajde këto, sa do, 200, 500, 1000. Por e kam pasur, unë edhe kam, nuk duan. Për qenë njëra këtu, e tua për shamu, unë e majtë zemër për vetën. Unë ajo s'ma futën mua, asë unë s'ja futën atë e tua për interes. S'ka pithë motër, jo femra ma e zgjuar dhe ma e bukra në pot, mua nuk ma futën. Në çdo lloj aspekti. Dhe unë, kur nuk ja kam një hile me një femra. Qa kam bo, dhe kam bo me zemër, i kam thënë. Po, kemi qyri, kemi bërë dashuri, kemi bërë qa kemi bërë, tak, i mbaj për vetën time, unë nuk dalë në për rrjete sociale të shesë partë, dhe të kërkoj gifte edhe të besi si pjetë nane këto në për ta. Ta, ka shpall luft me njerëz gabuar, me disa njerëz që unë s'duhet i përmend emrat që kam për t'ja marrë jetën. Pasha, Kuranin edhe për kishën e Shënalajn, lufta në jetë reale ka filluar edhe për 6 muaj të filloj luft e madhe botërore. Por këta tradhtar, këta besprema dhe këta kurva çuna, në motrov kjo ai pret. Plumbi. Diamant më duhet Diamant ata që kanë bërë gabime të rënda. E din shumë mirë kush ka bërë gabime të rënda. Kush ka bërë gabime të rënda dhe shkojnë pithë robe. Nuk falen.
Lene që a thonë mira ndë këte janë gjërat momentit që janë të regjur gjërat, po nuk falen, të shkojnë në pjetë roke, dhe orë në fund botës të venë. Nuk falen, e kanë ditët e numrora. Diamant më duhet me dollë, ty trujtë zoti, qonë të nga shërë po du që më lojë. Pa interes, nuk kam asë një loj interesi asë të ty. E di, po nga, po du me të tonë, vishka po du me të tonë në këshilë. Bravo, po së merë me la pera, ty në vlo, rujë vetë, rishi la pera. Je një njeri pozitiv. Nuk të shkon ty asë roli negativ, asë zemër nuk e ke negative. Unë e kam mutuar. Po të ishe ti negativ, unë ishe i pari që të da thosha mundëse. Ti e shpirt njeriu, ti ke kaq vjetë këtu, ke bërë lojra, gjera, shakara, humor, dhe ndoshta nga mirësia jo dhe nga respekti që i ke dhenë, ta ka marrë për dobësi dhe ka ndash me tunë. Ne në motër të du fort, ti se ke denë se unë të kam parë. Të kam parë, që duke se dalin videot të tua, videot e mija, djedi dhe tjetrit. Je robi drejt, nuk je si këta. Këta kërkojnë që një njeri që shikojnë që është pak në atë pozicionin e vetë, këta e godasin. Kur i kundra përgjigjesh, thot shushu që më doli këj morë që më kundra përgjigj, që më shajti që unë të hesi afkama. Ta hesi me intriga, hesi me shitanin. Por njerëz, i logikoni gjërat. Nuk e shkuj keq, o njerëz. Jo, janë ata që e bërë këte, që të bërë i keq, që ky të futet në raundin e atyre, me intriga. Bravo, dhe këta ditë e tonë si që ashtu është, dinë këtë tonë. Le tjeti dobët sa doj, për të pak të nëshë i pa faqëm, i ka bërë pa vedije, e ka shtyra nda. Ky është impulsiv, normal. Çdo njeri bëhet ekspulsiv për veten e tij dhe e mbron veten e tij dhe familjen e tij. Kurse ata i kanë mshaf. O vëllezër e motra shqiptar ku do gjeni. Nuk është rasimi i tillë që të goditet rasimi në atë lloj mënyre dhe të dalë të marrë flet lavdërimi si të dalë Vinca Kosovës dhe respektojnë atë dhe i duket sigur ai është breti. Gjoni këtu ju, kofra le e kenash, që keni qef të gjuat zeri juaj në vërlajfe. Ju jeni piqka lustrus, kushdo që jemi, që i jipni të drejtë dhe i jipni respekt. Po brenda vetes tua ju jeni fake, e jeni falso, dhe jeni kurva, burra dhe quna. Bravo. Kesha i të dula të dhure me mi dhenë respekt. Ju jeni nga ta që shkoni në vërlajvet ati, dhe flisni me fjallë të mdhaja, dhe flisni në emër të patriotëve tanë që bënë luftën, po një sigur jeni... Ja më të atë që këmë kish, po shkak që kur me rejni shko, që kur me rejni shko. Dhe familje shqiptare nuk e kanë tradit, më bëjnë intriga e me uvra vla me vlan. Vlaj me vlan duhet jetë kësho. Shoku nuk duhet të rathuar, vllai nuk duhet të rathuar, jeta duhet jetë e bashkuar dhe me respekt pastër. Njerëzit që janë të pabes dhe stratar, kur marrë nuk e ka ba Zoti, por ja ka ba marrë shetani, por shetani nuk zgjatë, se shetani para Zotit është askushi. Kështu që vëllezër shqiptar, Kosovë, Maqedoni, kudo që jeni, të bashkur, ne duhet jemi me zemër të pastër ta duam njëri tjetrin me shpirt. Të martohemi me njëri tjetrin, të respektojmë familjet tona, të respektojmë dashurinë, të respektojmë çdo gjë. Duhet jemi bashkë, jemi një. Bravo. Jemi një familje, jemi pellaz të gjithë. Bravo Diamant. Bravo. Jemi pellaz dhe jemi raca më e mirë dhe jemi rrejnë njëri tjetrin, më inteligjente në botë. Prandaj, duhet heqim dorë nga intrigat e nasmërit dhe mos të miremi me disa emre. Në 1 milion mund t'jenë 100,
Por këta 100 intrigant do kapur, do lidhur, do bërë vaksina, do t'i kapin, t'i fusim në maune dhe t'i qënë në Siberi. Në Siberi është një burg atje t'i hedhin brenda, t'i fusim min, t'i hanë, se a shumë e meritajnë. Bravo, që se mirë folë, për në shti luft në shqiptarë, që se mirë folë. Budalej, intrigantat, qa janë këta që janë shtuar në Kosovë e Shqipëri, mos kemi dhimësori. As një lloj dhimësorie. Krejt kanë i zemër për diamantin. Në jetën tonë ata me kanë prishur shumë gjëra. Krejt kanë i zemër për diamantin. Keni kujdes. Na këta na vjen e keqe. Po notë, që se mirë folë. Jo mi shti shqiptarë me bo lufta, nga që athet njëri. Krejt kanë i zemër për diamantin. Krejt i zemër, krejt për diamantin kanë i zemër. E, kanë fuqi tani, i kanë thora se kanë fuqi, kanë pak lek. Gjoni këtu, leku juaj s'është asgjë. Leku, ju mund t'i iknit të pasur, për pasuria juaj prapë do ngjelet të njerëzit e mirë, kurse ne do ikim të ngopur dhe të plotësuar në jetë. Unë e të gjithë shqiptarët që jetojnë me rregulla dhe me pastërtia dhe me drejtësi dhe me pa intriga. Kurse ju në shkrim gjithë motës, gjithë pasuria, po a them unë i pari shqiptar, po a them gjithve ju, intriganta, s'ma kari qa jeni ku jeni, po a them si burrat. Unë do ikim vëpër, ti do ishi pasur për pjetë motës, pasuria edhe do ngjelet prapë. Ti shifsha pasur një mund pjetë, s'ma fare, nuk ma. Unë jam me zemër të pasë, e ndje vetën krenar, shqiptar, edhe i duhet qishë shqiptarit. Por dhe njeris më ben, njeris më ullë kokën asë mu, asë një dhe shqiptari që është në punë me vetë, në treti me vetë. Por këta besë prema, kanë thurur, kanë përdorë rrjetin social, TikTok, besit fort, dhe duket vete si kur janë të quat, edhe si kur janë të tretë. Jo, vëzër. Jo, pashakurani, Allah ma marë tjetën, dhe kur mos e trashëgofsha jetën time, nëse unë them një gjinjeshtë. Është çdo gjë realitet. Si i kam parë, i kam djegur, i kam analizuar. Këta janë tipa që kërkojnë të fitojnë lek me intriga, fame intriga, të dasin dynjan, dhe qa bëjnë, në fund fare dalin si pretës, kur janë të fortat e shqiptarisë, janë kurvat e shqiptarisë, janë pabesët e shqiptarisë. Janë kurvat e shqiptarisë, njerëzit pa të gjiru që zduan nënën e motrën e vllain e tyre. Kujdes, keni kujdes nga pabesit e njerëzimit që ka jeta reale edhe rrjetet sociale. Pra me vëzër e motra, unë janë futur i pari, i kam bërë humor, u kam dhenë humor, dashuri e respekt. Dhe nëse kam tepruar në një gjë, ku t'i kam rënë në një qaf në një gjë të vogël, i kërkojnë ndjes me shpirt. Jo për frikë. Kështu konë edhe rasimi, po gabimi, po kështu ku folje. Ama, për ta i kam, që mu, më ka përmend familje.